Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në Kur'anin familjar, Allahu subhanahu wa ta'ala na përmend një mësim shumë të rëndësishëm për jetën e gjithë secilit prej nesh. Një mësim shumë i rëndësishëm për krejt muslimanët në mbar botën, e përgjatë krejt rrjedhave të historisë njerëzimit deri në ditën e fundit. Allahu azza wa jall deklaron një status me të cilin etiketohen edhe njihen muslimanët me njëri tjetrin. Innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Dhe me thënë, 15 sheku i madh përpara, Zoti i gjithësisë e mëson pejgamberin alayhi salatu wasalam që asnjë lloj ndasie nuk mund të ndikojë për të prish harmoninë e besimtarëve dhe të muslimanëve me njëri tjetrin. Ndasina, fjala bie, Hazreti Salman Farisiu ishte pers. Nëse pers që jetonte në mesin e arabëve. Dhe nëse një pers ka ardhur në mesin e arabëve, në kushtet e zakonshme mund të shikohet shtrenjtë. Mund të bëhet edhe shkak për të pas në një konflikt me të. Ndërsa në Islam, ai persi, musliman është vllau jon. Madje pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, Salmanu minna alal bait. Salmani është pjesë e familjes tonë, është pjesë e Ahlul Beitit. Hazreti Suhejb ar-Rumi ishte romak. Ishte në Rum dhe i respektuar në mesin e sahabëve. Hazreti Bilal Habeshiu ishte nga Habesheja. Mirë po, ai zotni i nderuar u bë mezini i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Madje ai me ngjyrën e trupit të tij u bë personi i parë që hypi maje qabe së mallnushme për të kënuar ezanin. Pra, 15 sheku i madh përpara, Allahu subhanahu wa taala na nxiti që me e respektu këtë përzgjedhje të madhe dhe këtë bekim të madh që është besimi edhe Islami, edhe i zhdukit të gjitha elementet dallues në mesin e njerëzve. Dhe lasi element kryesor dallimi takvan për kushtimin. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: La fadla li arabiyyin ala ajami. Nuk ka asnjë mirësi një arab me një ajemi, një arab. Asnjë i bardh ndaj një të ziu. Përveç se me takva. Përveç se me takva. Domethënë për kushtimin. Domethënë ne sa jemi sot në xhami. Cili është më i mirë këtu në mesin tonë? Cili është më i mirë në mesin tonë? E nëse në mesin tonë dikush që ka fal namazin e sabahut me xhamat, do dikush që ka fal në shtëpi, ai që ka fal me xhamat është më i mirë. Të gjithë kemi fal namazin e sabahut me xhamat. Dakor? Nëse ndonjëri për nesh kanë edhe ka bë dhikr derisa ka dalë drita, siç pejgamberi alayhi salatu wasallam porosit, i ka falë edhe namazin e duhas, është më i mirë se sa të gjithë së bashku. Jo, po të gjithë kemi bë atë. Dakor? Por nëse ndonjëri për nesh kanë edhe ka lexuar surën Al-Kahf, edhe ka kryer obligimin e këtij suneti profetik për ditën e sotme, është më i mirë se sa të gjithë së bashku. Po të gjithë kemi bë atë. Nëse ndonjëri për nesh ka bë diçka më shumë se sa kretë së bashku, ka bëdhe 100 salavate për pejgamberin alayhi salatu wasalam, apo diçka të ngjashme. Fa elementi dallues cili është devotshmëria për kushtimi. Kush shton në devotshmëri, ai ka bë hapa përpara drejt Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, ajeti kuranor që pason ose pjesa që pason këtë deklaratë të madhe hyjnore, që me të vërtetë besimtarët janë vëllezër, ç'a është? Fa aslihu baina akhawaykum. Pra, pajtoni në mesin e dy vëllezërve. Mund të ndodhë shpeshherë që në realitetet tona, dy njerëz, ose ma shumë, a dy grupe, për një arsye një tjetër, shejtani nuk ka vdek, janë ngrinë me njëri tjetrin, edhe nuk komunikojnë ma me njëri tjetrin. Kjo është problem. Sa është koha që muslimani mund të rri pa komunikuar me vëllain e tij musliman? Sa ditë? 3 ditë. Faleminderit, Allahu të shpërbleft. 3 ditë. Po nëse kalojnë 3 muaj, po nëse kalon 1 vjet, edhe për çfarë? Për banalitete.
Atëherë fa aslihu baina akhawaykum. Allahu subhanahu wa taala na nxit për me kënë pajtimtar. Edhe nxit pajtimin për me rujt shenjtërinë e vëllazërisë në mesin tonë. Po lexoja në këto kontekste edhe gjeta disa tekste jashtëzakonisht të rëndësishme nga shkrimet e të parëve tanë. Thoshte Hazreti Hatim al-Asam, thoshte për veten e tij, kam 3 cilësi me të cilat dalloj nga armiku im, nga hasmi im. Allah, që janë të 3 cilësi? Thotë e para, unë gëzohem nëse hasmi im bën një vepër të mirë. E dyta, unë mërzitem nëse ai gabon. Ja dën të mirën. Tamam. E treta, edhe thotë e ruaj veten time që mos të bie në gradën e ignorancës në raport me ty. Domethënë ruajmë nga grindjet banale me hasmin. Me hasmin. Imagjino muslimani me muslimanin. Imagjino muslimani me muslimanin që falen në një xhami, janë në një qytet, mund të jenë në një lagje, mund të jenë në të afërm, edhe nuk komunikojnë me njëri tjetrin, nuk shkojnë me njëri tjetrin. Po për çfarë? Për asgjë, për banalitete. Për banalitete. Islami nuk thotë kështu. Do thotë se ne kemi probleme me islamin tonë. Domethënë në mënyrën se si i qasemi islamit tonë, jo se islami ka probleme. Imam Muhammed ibn Sirini thoshte, është pa drejtësi ndaj vllazës tan të përmendësh të këqijat e tij që ti ja njeh dhe të fshehësh të mirën e tij. Të ndodh shpesh herë që ti komunikon me dikën dhe fjala bie përmendet X-i. Edhe ky dikushi kur të ndin ty që ti flet mirë për këtë X-in, mirë po nuk don për me fol mirë për të thënë, po e ka edhe këtë ves. Po e ka edhe këtë. Po e bën edhe këtë. Po pse po e përmendi atë? Muslimani është i nxitur nga Allahu subhanahu wa taala, nga feja e tij, që të mirën me e promovu, ndërsa të keqen me e mbulu. A nuk thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ai që mbulon të metën apo gabimin e vëllas së tij, ai që e mbulon men setara, ai që e mbulon të metën e gabimin e vëllas së tij, setarahu Allah. Allahu do ta mbuloj atë. Do ta mbuloj atë në këtë botë edhe në të përtemen. A kështu apo jo? Atëherë, çfarë është kjo dëshirë me e promovu të keqen? Çfarë është kjo dëshirë me vu në dukje të metat dhe mangësit e të tjerëve? Edhe në pyetja që unë po e bëj tash përpara jush. A ka ndonjëri prej nesh që nuk ka të meta, duke filluar të ky që flet edhe të përfunduar te ky zotnia që sapo hyni? A ka ndonjë që nuk ka të meta? A mendoni se ju se unë jam i pa të meta? Jo, unë i di vetes me 10. Ndoshta nga komunikimi që kam me zotnin tuaj, mund të dini edhe ndonjë që unë e kam harruar se e kam neglizhuar. E kret kemi të meta dhe gabime. Atëherë, pse kemi dëshirë që kur jemi në kontakt me njëri tjetrin, bëjmë shmos me nxjerr në pah të metat e dikujt që edhe nuk është i pranishëm në mesin tonë. Kjo nuk bën të dashur. Kjo është si me marr kufomën e vllazës tonë dhe me filluar me hangër, thon hajde bujrum se ju kam ftuar për drek. Edhe çam ju qit kufomën e babës, atë vllaz, atë gjyshit, të dikujt që ka vdek. Thon hajde bujrum. Mirë si ju ka pru Zoti. Allah azza wa jalla thot fakarihtumuhu. Ju keni neveri prej asaj. Po mirë, prej kësaj kemi neveri. Prej kësaj tjetër, pse nuk kemi neveri? Dikush e pyeti Imam Ahmed ibn Hanbalin, edhe i tha, a të shkruajmë, pra të regjistrojmë, edhe të marrim dije nga Muhammed ibn Mansur at-Tusi, një bashkohës i Imam Ahmedit, një dietar. Tha, nëse nuk shkruajmë nga Muhammed ibn Mansur at-Tusi, prej kujt ta bëjmë? E nëse nuk marrim prej këtij dhe nuk regjistrojmë dijen e tij, prej kujt ta bëjmë? Thotë edhe e përsëriti disa herë këtë. E përsëriti disa herë. Personi që e kishte pyet, vazhdoi dhe i tha, por a i flet për ty? Dhe në thënë, a i flet keq për ty? Sfjallah. Çfarë tha Imam Ahmedi?
Tha, rajulun salihun ibtuliya fina famadha na'mal. Yani një njeri i mirë, rajul salih, këtë rajul talih, rajulun salih ibtuliya fina, një njeri i mirë që është provu me ne ose ndër ne, e çfarë veprojmë? Mos u meni për me këto detaje. Filani ka fol keq për ty. I tha një ditë Hazreti Hasan e Basriut, filani ka fol keq për ty. I tha, a nuk ka gjetë shejtani një postier tjetër përveç teje? Lone për të keqen. Mos bëhemi promovues të keqes. Mos mbahemi nxitës të zhveshjes edhe shqyrjes së perdes së mbulesës hyjnore që Zoti i ka vendosur gjithë secilit për nesh. Se Zoti më ka mulu, mas hajde ti me shky perden e mbulesës hyjnore. Se të ndodh ty edhe ma keq sa kjo. Dhe ne nuk kemi mirë dhe nuk duhet me pas mirë kur në mesin ton ndodh diçka që është e papëlqyeshme. Kur ty të ndodh një e keqe, unë nuk njihem mirë. Në Sira Alamun Nubala, që është një vepër shumë e madhe edhe shumë voluminoze, edhe që flet për biografinë e elitave të ummetit islam, përmendet një person i quajtur Yunus as-Sadafi. Allahu qoftë i kënaqur me atë. Prej bashkohësve të Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Prej bashkohësve të Imam Shafiut. Thot, nuk kam pa njeri më të mençur se sa Shafiun. Debatuam një ditë rreth një meseleje. Pastaj u ndam. Dhe më tha nuk ram dakord. Ai kishte mendimin e tij, unë kisha mendimin tim, dhe u ndam. Pas disa ditësh më takoi, më mori për dorë dhe më tha: O Ebu Musa, a nuk bën të jemi vëllezër edhe nëse nuk kemi rënë dakord për një mesele? Edhe më thanë, a është kush që me kenë vëllezën, me kenë gjithçka 100% dakord me njëri tjetrin? E mund kemi edhe mendime të ndryshme. E mund kemi edhe mëdhëbe të ndryshme. E mund kemi edhe pikpamje të ndryshme për çështje të caktuara, edhe nuk bim dakord. Mirë, po kjo nuk e pengon atë që është e shenjtë, dhe është më e shenjta se sa krejt mendimet dhe pikpamjet. Që është vllazëria islame. Vllaznia islame, pastaj të tjerat mbrapa të dashurit e mi. Edhe për fund, në kryeveprën e Sheikhul Islamit Imam Ibn Taymije, Allahu e mëshiroftë, në Majmu' al-Fatawa, ka një fjalë shumë të madhe të imamit, i cili thotë: Laysa li ahadin an yattabi'a zallati al-ulama kama laysa lahu an yatakallama fi ahli al-ilmi wal-imani illa bima hum lahu ahl. Një fjalë shkurt, por shumë e rëndësishme. Që thotë, nuk i takon askujt të gjurmoj rrëshqitjet e dietarëve, të hoxhallarëve, sikurse nuk i takon asnjërit të flas për njerëzit e dijes dhe të besimit, përveç se për atë gradë dhe atë pozitë që ata kanë në të vërtetë. Pra njerëzit e dijes, njerëzit e besimit janë njerëz të nderuar, janë njerëz të respektuar. Mos i poshtnoni. Mos të bahet lavdi në mesin tonë se kemi shkruar kundër hoxhës, e kundër imamit, e kundër mezinit, e kundër muftiut. Mos të mburremi me lajke të shejtanit. Se kemi hajl balt mi institucionin ton, mi muftiun ton, mi imamin ton, mi hatibin ton, mi mezinin ton. Edhe mos të bahemi ne, të gjithë ne pa përjashtim, taborrat e shejtanit të mallkuar që duart troket, sa herë që muslimanët janë në llogore kundër njëri tjetrit, edhe për çfarë xhanëm? Për çfarë? Për banalitete. Për banalitete. Për triumfuar nefsi i gjithë secilit. Për t'u bë ai Zoti i dytë që përmendet në Kur'an, ai Zoti i madh. Në fakt ai nuk është Zot fare. Edhe pse Allah subhanahu wa taala përmend se është Zot, se është çështje shumë e rrezikshme. E fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. A nuk e shihni atë që tekat e tia, e kapriçon e tij, e ban Zot? Jo. Jo, besimtari, muslimani është ndryshe të dashurit e mi.
pata dëshirë me ju kthy sot temës së pajtimit, me qenë se ne nisëm një iniciativë me të gjithë imamet e myftinisë sonë, edhe vendosëm për krijimin e këshillit të pajtimtarëve, e këshillave të pajtimtarëve në të gjitha xhamit e qytetit dhe të fshatit. Me në krye imamin, burrat e urtë të xhamisë, çdo xhami duhet të ketë këshillin e pajtimtarëve. E në rast se ne evidentojmë se në mesin e xhamatit tonë, e në mesin e besimtarëve ka njerëz që nuk komunikojnë me njëri tjetrin, e nuk shkojnë me njëri tjetrin, e nuk japin selam njëri tjetrit, e urrehen me njëri tjetrin, absolutisht duhet të ndërhyjmë. Absolutisht duhet të ndërhyjmë me i ul, me i pajtu, me absolutisht, dhe mos me ilan me dal nga xhamia përveç se dorë për dorë. Nuk kemi ra dakord për diçka. Shumë mirë, edhe pastaj u bë kiameti. Ne po të shohim sidomos në medhhebin ton Hanefi. Dhe është një mirësi shumë e madhe e Allahu subhanahu wa taala që ne i përkasim medhhebit të Imam Abu Hanifes. Allahu e naltësof pozitën e tij në ditën e gjykimit dhe e shpërblef për mundin e tij të jashtëzakonshëm për të mirën e kësaj feje dhe muslimanëve. Ne gjejmë në medhhebin e imamit ton jo një, po 3 deri në 4 medhhebe. Që do të thotë një mesele për të cilën imami thotë se nuk bën, Imam Abu Yusufi, Imam Muhammad ibn Hasan Shaybani, Imam Zuferi thonë të kundërtën. Tolerancë. Elhamdulillah, ka tolerancë. Mirë, po keni ndëgjuar ndonjëherë që këta janë kacafyt me njëri tjetrin? Kur? A keni ndëgjuar që këto që kanë kundërshtu imamin e tyre të madh, ndonjëherë e kanë shah atë, e kanë përbalt atë, kanë përhapshë nuk duhet për emrin e tij të nderuar asnjëherë. Asnjëherë. A ke mundësi me emrin udhëjën, lutem, se unë jam me ethe dhe nuk më bën halal, faleminderit. A keni ndëgjuar asnjëherë pasha Allahun? Po nëse kemi larmi të mendimeve, larmi të shkollave, e le të shfrytëzojmë për të mirën e komunitetit dhe për të mirën e harmonisë në mesin tonë. Nëse pastaj e bajmë këtë si llogore për apo vend për arenë gladiatorësh, xhamit tona nuk janë arena gladiatorësh, edhe imamet tanë nuk janë gladiatorë të dashurit e mi. Janë njerëz të nderuar dhe të respektuar, të cilët i vlerësojmë, i respektojmë, edhe i lutemi Allahut Azza wa Jall për të mirën e gjithë secilit prej tyre. Allahu ju dashë dhe begatoft, alhamdulillahi rabbil alamin.